Selina është e vetë një vajzë që ndanë, dhe me thënë, vetëm gjumin me një mashkull. Të ishte dhe një vajzë tjetër këtu që dhe të bëndë të Dhe ti vejta jo, Migerta. Dhe ti vejta jo. Atë nuk e detyroi kush. Ato nuk negociuat. I ka thonë unë ik ka krevati dhe nuk iku. Dhe ti aty tha nuk iku ka krevati tha. Madje përpara se të vihet ti kanë qenë goxha banor që i kanë thënë aty duke nisur nga Eugeni e ku diun. Po. Nëse është e mundur unë sot dua të largohem nga shtëpia, po do doja shumë ta dëgjoja një herë për gjën nominimin dhe më pas dua të largohem nga shtëpia sepse situata nuk më përkasin fare, po fare. Nëse ka marrë, nuk ka marrë të përshkruar eksperiencën, jo për të dalë një herë mashtruese, një herë xheloze, një herë skemaxhi, kështu që ky është vendimi im. Jam shumë kurioze të dëgjoj vendimin e publikut në lidhje me nominimin dhe pastaj dua të largohem nga shtëpia. E kuptoj. Po Greta. A është jeta ime personale, unë me partnerin tim e kam folë këtë gjë. Ai nuk ka dash ta sjell këtu brenda. Tani, a jam e lirë unë mos ta flas jetën time personale këtu brenda? Jo, nëse je në Big Brother dhe jeta jote personale e din. Produksioni e din. Atëre, Greta. Ju lutem, flasim me qetësi. Greta, më dëgjoj pak, me qetësi. A mund të konsiderohet, sipas asaj që po thua ti, ajo që ka ndodhur mes Mateos dhe Brikenës 3 vite më parë jetë personale? Patjetër. Atëherë, për sa kohë ata të dy e diskutojnë aty brenda sepse janë të dy në lojë, edhe ju si dy punata mund ta kishit diskutuar që në fillim dhe asgjë nga këto do kishte ndodhur. Ja kam thënë banorëve që kur do dalin, do ju tregoj diçka. Jam kurioze ka ndani çmimin dhe kjo. Ndajmë, po. Atë do presim tash. Jo, po Mera, Flori se çmimin tim kanë thënë gjysmën do ta çë për barmësi dhe gjysmën do ja jap prindërve të mi. Kështu që Greta nuk është me prindërit, kështu që pa Mera. Okej. Çapo gjëm këtu nuk e di, nuk. Okej. Nuk e përcjell Kote për një kaq madhe. Para ca vitesh 2 moda. Atëre, le të jetojmë të lumtur, nuk na pëlqen na xhaja me këtë. Ronaldo, le të jetojmë të lumtur. Ideja është informacioni. Jo, mashtrim mirë. Po ne ti mashtruese. Një pyetje për Arbrin. Arbër, nga e gjithë kjo ballafaqimi, gjithë ky bisedë, gjithë ky rivelacion sonte në mbrëmje, kush dolën më të humbur? Greta dhe Selin apo gjithë banorët që edhe të pyetur direkt edhe indirekt nuk kuptuan asgjë nga e gjithë kjo histori? Gjithë banorët më asnjëri s'kuptoi asgjë. Komplet në autobus. 17 herë i pyetet ti. Nuk ka njëri aty, ore prit se sepse bëjnë sikur ka nuhatje, po në fakt katastrofë me nuhatjen, bloz. Atëherë, dua të kalojmë pak në një tjetër situatë, ndërkohë që gocat mendohen për këtë që sapo kaloi, por natyrisht edhe gjithë banorët aty brenda, sepse ishte shok i madh kjo që mësuat sot.